A ka një limit që e ndan lojën nga njeriu? Dua të flas në këtë trotshmë rating për situatën që ka ndodhur brëm në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5, ku protagoniste e një lloj sulmi është Brikena e ata që i kanë shkuar në shtrat, që i kanë prekur një lloj limiti që ajo e ka ndarë me të gjithë. Pra, Brikena e ka treguar heprasere në Prime edhe në përditshmërinë e saj se nuk është një njeri që ka qef preket, nuk është një njeri që ka qef afërsitë fizike. E ndërkohë, duke qenë në Big Brother, duke pasur pjesë të shtëpisë njerëz që provokojnë deri në limite dhe nuk respektojnë hapësirën personale dhe gjen vend për të provokuar edhe në shtrat, në mesnatë, si Rogerti dhe Artani, që për mua i ka hipur ajo deliri mallështisë dhe po fluturon me presh nuk e di se ku, për shkak të suportit dhe të vëmendjes që mori nga Luizi, për duke u mbetur tek ajo çfarë Rogerti bëri fillimisht, duke i zaptuar krevatin Brikenës, dhe ajo e ka treguar që nuk do dhe nuk është një njeri që i ka preket apo le të themi këtë hapësirën e saj shumë të zhvilluar me të tjerët, dhe unë ndje ofenduar, unë ndje prekur, për gati një orë ajo mbyll në tualetë dhe nuk unë ndje mirë. Të njëjtën veprim bëri dhe Artani, duke i shkuar me vrap në krevatin tjetër ku fillimisht Brikena ishte në të sajnë, ishte Rogerti, lëvizi, shkoi tek krevati duket i Mateo, se më pas ishte Artani që ja zuri. Kjo situatë nuk e ka bërë të ndihet mirë Brikena, siç e thash, edhe ka shpërthyer në vaj. Disa komente janë pro sjelljes së Artanit apo dhe të Rogertit, e shumica e shikojnë si një cënim të dinjitetit, si një cënim të një provokimi të panevojshëm dhe cënim të hapësirës, që për mua duhet të ketë respekt dhe duhet të ketë kufizime në qasjen se si ti shkon tek banorët dhe se si ti don që të provokosh, për sa kohë një njeri të ka vënë limite, nëse këto limite thyen, atëherë do të ketë edhe pasoja, siç është gjykimi i opinionit publik që është kundër Rogertit mbi 99% të situatave që ai bën atë shtëpi, siç ishte edhe diskutimi i sotëm ku i tha Brikenës që ti e ke trupin e madh, por truri nuk e ke të zhvilluar, një paragjykim, një ofendim, edhe një lloj përbuzje që Rogerti e ka me të gjithë banorët. Pra, kjo është loja e tij, e kam cekur dhe më parë që është i keq, edhe këtë gjë po e mban me thoj për të mbijetuar në atë shtëpi ku askush pothuajse nuk e ka mirë me të, përpos 2-3 banorëve, shumica, siç është edhe opinioni jashtë, nuk e pranojnë qasje negative që ai ofron këtij reality show, ku kërkohen edhe ngjyra të tjera, jo vetëm ky karakteri negative. Sa kaq në Prime, sipas një vendimi që 3 banorë të ri bën me futin e tyre në shtëpi, që morën me vete edhe në shpellë Selin, morën Gimbon, morën edhe Mateon, kjo sigurisht për të prodhuar dinamika të reja dhe për ta parë se si do të reagoj Brikena, por edhe Miri që nuk i kanë të dy personat e zemrës afër vetes, edhe pse Brikena është ende ngurt, pati një lloj përqafimi me Mateon pas një poezie në italisht që ai me shumë emocion të bukur ja recitoi mbrëm në Prime, edhe akulli me tyre është thyer dhe Brikena çdo ditë më shumë afrohet drejt Mateos. Nuk e dim nëse do të ketë një finalizim të këtij nuk e dim nëse do të ketë një finalizim të kësaj njohje dhe të këtyre takimeve që po bëhen, edhe pse Mateo e ka shprehur që e pëlqen edhe edhe pse Mateo e ka shprehur që e pëlqen Brikenën dhe do dëshironte të kishte një lidhje me të. Por një situatë që vlen për të përmendur është edhe që Greta këtë ngjarje që ndodhi me Brikenën ja raportoi tek dera e shpellës Mateos, edhe për disa nëse realisht Mateo do doj Brikenën dhe nuk do doj më shumë lojë, siç Luizi ja tha gjatë qëndrimit të tij në Big Brother, do të hapte derën, por ka diçka, ajo derë është mbyllur nga produksioni, edhe video është bërë virale të vajzës së stafit që ka mbyllur derën e shpellës, kjo duke parandier, kjo duke ndaluar dhe duke parandaluar që Mateo mund të dalë nga shpella për të mbrojtur Brikenën, që po ndaj saj po veprohet dhe po lëshohen fjalë edhe veprime të pahishme që po e bezdisin dhe po e prekin. Fillimisht një nga çiftet që publiku i do që të shikojë bashkë është padyshim Mateo dhe Brikena.
A është realisht Mateo i përfshirë me shpirt tek Brikena? Unë kam bërë një pyetësor për ndjekësit e mi në Instagram, ku dua të ndaj dhe me ju rezultatin. Pyetjes nëse besoni në ndjeshmërinë e Mateos ndaj Brikenës, mbi 1127 persona janë shprehur po, pasi ka tepër ndjeshmëri Mateo, dhe jo e ka për lojë, janë shprehur vetëm 300 veta. Mbi 1000 veta në këtë sondazh besojnë në ndjeshmërinë reale që ka Mateo, në ato tregimin që ai ka, duke e treguar dhe me gjeste dhe me veprime që padyshim janë veprime që i bën një njeri që ka një pëlqim të madh për dikë tjetër. Sa kaq një çift tjetër që mund të bëj dasmë në shtëpinë e Big Brotherit mund të jetë Selin dhe Gimbo, të dy po afrohen shumë ndaj njëri tjetrit, edhe Miri që edhe mbrëm në Prime u çmend edhe pati një lloj situate që për mua ishte e tepërt. Kam përdorur një fjalë në Instagram duke i quajtur veprimin e Mirit të neveritshëm si një lloj kërcënimi që ai i bëri Gimbos, duke i thënë ki kujdes për Selin, se ku do të shkonte Selin, a e duhet të ekspozoj kaq shumë veten Miri ndaj saj dhe të kthehet një lloj protektori për çdo situatë që Selin kalon. Për mua është jo shumë e hishme, po i humbet loja totale Mirit me Selin, nuk pin më ujë pilafi, nuk zgjon më debate, nuk zgjon më drama të reja, nuk zgjon më interes, nuk zgjon më, le themi, diskutime, por se lëvizjeve që bën Miri dhe shprehisë së tij të mimikave dhe të fjalëve, gjë që gjykohet sërish nga publiku si një lloj përndjekësi manjaku. Nuk dua të përdor fjalën që ka përdorur babai i Selin duke i quajtur pervers, por duke pasur të njëjtin qëndrim të vijshëm dhe duke u shprehur më shumë se sa vetëm si një lojtar me ndjesitë dhe me fjalët dhe me gjestet veprimet që bën Miri. Padyshim që i kam ngelur sharra në goshë vetëm duke u marrë me Selin dhe duke u marrë me këtë situatë. Kam pyetur publikun se Selin do Mirin, Gimbon dhe Lojën, është super lojtare dhe janë shprehur 482 pro këtij varianti, dhe varianti të dytë që po bën gabim është lojtare keqe, janë shprehur tek 563 vetë. Sigurisht që një dasmë midis Selin dhe Gimbos do ta shkrinte më shumë konceptin e dasmës, pasi të dy janë afruar ndaj njëri tjetrit, ndërkohë që Brikena është ende e akut, nuk është ajo vajza që është charmante apo që të jetë më shumë e dhënë ndaj partnerit, ndërkohë që Selin duket që është pa diskutim më e dhënë dhe më e përshtatshme për situata të tjera, siç është dasma, që duhet të jesh allegro dhe duhet të kesh një lloj shkëndije dhe një lloj kliku me partnerin tënd. Një tjetër variant i tretë është midis Stenaldos dhe Juelës. Kjo mbetet për të parë se do të ishte hera parë që do të realizonte një gjë të tillë në Big Brother, nëse nuk do të kemi dy çifte që do të krijojë një dasëm. Kjo flitet që mund të ndodhë për Shën Valentin të shtunën ose të dielën në shtëpinë e Big Brotherit. Publiku, siç e thash, e ka treguar që do dasmë midis Brikenës dhe Mateos, ku mbi 1121 veta janë shprehur pro këtij çifti, më pak për Selin dhe Gimbon, diku te 334, dhe shumë më pak për Juelën dhe Stenaldon, 39 veta. Padyshim që do të mbetet për të parë se kush do të rrëmbej edhe si do të zgjidhet kjo situatë, por ndërkohë dinamikat dhe situatat në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 çdo ditë më shumë shtohen, duke vënë në pa edhe atë ndjeshmërinë apo dinjitetin e njeriu deri ku shkon, ku shkel, sa e respekton, sa fasad është, sa loj bën, sa e godet tjetrin, sa e respekton, sa pran është, sa emocione fejka apo sa loj bën. Ky ishte edhe Troçmi Redin, do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjitha këto situatat, por më kryesorja është i bëni dhe subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.